Si mund ta dallojmë dezinformimin nga një lajm i rrem? Dezinformimi nga një lajm i rrem. Lajmi i rrem, është lajm fake apo një lajm që të gjithë e dinë që apo është provuar që është i gënjeshtër. Pastaj dezinformimi ndodh në forma të ndryshme. Dezinformim për shembull mund të jetë që ne të dy jemi duke zhvilluar këtë podcastin, po ndërkohë mund ta kemi kryer në muajin maj apo dhe tjerë transmeton në muajin shtator. Kjo është një pjesë e dezinformimit në rast se do e lidhim me kohën apo kur transmetohet dhe kur është regjistruar. Mund të jetë dezinformimi i padëmshëm, por varet pastaj se çfarë notash mund t'i veshësh. Në rast se ti do bësh një montazh të kësaj interviste dhe të fusësh edhe insert apo elemente të cilët nuk kanë qenë pjesë e kësaj interviste, është e vërtetë që unë kam dhënë intervistë, po konteksti apo forma se si ti mund ta paraqesësh nuk mund të jetë e vërtetë.